se erdhët. Këtu jemi në Orosh. Jeni lot? Okej, sa po kemi mbritur në Orosh. Ka qenë fshati i madh më përpara Oroshit? 80 shtëpi. Tani kanë mbetur shumë pak. 18. Kur nuk të afron një vend pune tjetri ti, ne dhe ty me të thënë që në Tiranë, ma gji vend pune ma gjenë. Kurse jemi, gjallë jo. Mirë, ndonjë vend, domethënë, një mundësi vend pune për mirëmbajtjen e rrugëve këto. Po për ata pra mashtron, atë ti isha më u fut e mashtron. Më në fund kam ardhur në Mirdit.
Jam në malet e Mirditës, po nuk e dija që ishte kaq e madhe. Faktikisht unë jam nisur për në Orosh. Po eci se di se ku do dal. Është një fshat këtu që më bën shumë përshtypje që është mes maleve, me një natyrë shumë të bukur, nuk e di cili fshat është. Ku ta shihni ju më bëni koment. O zot, po na vjen një zonjë. Mirdita. Apo mirëmëngjes. Jo, kur jemi në Mirditë, themi vetëm Mirdita. Si je? Me shëndet? Mirë, falenderit. A je lot, a je mërzit? Të pyes pak, hajde pak tu. Nuk e njoh si zonë, di që jam në Mirdit, mezi kam prit të vinë në Mirdit, se më kanë thënë fjalët më të mira, po ju i keni thënë për vete, se tjerët jo se mi kanë thënë shumë fjalë të mira. Cili fshat është? Elgjini. Elgjini? Elgjin. Po, me le. Po ku futem unë pra aty? Do marrë kënë atë? Unë, pse këtu jeton ti? Po, që të por të bijon. I bie kështu shkurt? Jo, që po në gjodja, atë për gjode. Sa familje janë aty? Janë do familje, do kanë hike, do janë. Kanë betë shumë pak, Pak kanë me tash pak, ma shumë janë dëshpeja shto. Të shpërndara? Po ku janë larguar më shumë? Kanë hike një poshtë, ka Tirana, ka Dorsi. Po çfarë bëjnë gjithë Tiranë, më Kanë thoj? hike një punë, se një... Po pse këtu s'ka punë ka? Që se natyrë të bukur keni? Po punë me punu në orë. Atje kush është? Atje Bulqari. Oroshi ku është? Orofi që... Është këtu, do me thënë jam në rrugën e dur. Po, në rrëf. Do me dalë si për te? Dua të shkoj atje, po edhe këte mund të vi se më pëlqen kjo. Me shqit rrugë dhe dali. Cili është fshati më i mirë nga këta tre? Oroshi ka pretë. Oroshi ka. Po, unë që kam leje, e martoshta. Po të doje nga Oroshi këtu? Qa doje që zbrite këtu? Po, që me fatë martesa. Me fatë. Po, për para kështu. Dëgjë. Mami ti je mbretëresha jonë. Sa e bukur. Ta kam bërë fëmijët? Po, fëmijët. Sa fëmijë ka? 3. Ti kesh me jetë, me shëndet? Edhe ju të keni shëndet? Kam dorës fëmijët, të 3. Ku i ke? Dorës. Në Durrës. Punë, shkollë. Ma të voglën e kam shkollë. Po ti këtu me kë jeton? Unë kam borën e kam 2 pleshtë. E qa punë e bën që ditën në bujqësia? Punën në shofer. Ka një fugon, po s'ka punë ushtë ashtë. Po ti? Ka punë shumë mirë majtje. Unë kam dalë në vetë ati isit. Se ka pas të njerë, se bojnë një vitore një borë, e qirë ke kejfa. A lodhesh? Po lodhe se frati ka punë. Ka. Jo, ke shumë të drejtë, ka. Unë herësëm të njohë prej ka jeni. Unë nga që jam, nga Skrapari, nga Korçë, tani më ka marrë Tirana, edhe unë si gjithë të tjerë. A janë të mirë? Skrapari. Kë? Kam banë vojzën, po rejnë Tiranë. Shumë mirë. Po djemë, ka? Kam një. A ketë martuar? E ka gjithë një nosën aj, e ka Ha, të mirë e ka, po? Mirë. Së ka ardhë kohë e keqë? Mirë e ka gjithë. Si janë? Shohim tash. Dëgjoj, si janë mirëditorët? Mirëtorët janë të mirë. A thua? Po ku do që... Ke për shtypje tej, po Unë si një kam del e rrejt. Dëgjoj, unë ku do që shkojmë tonë emi më të mirë, emi më të mirë. Jo, zotë mirëtorët janë të mirë. Ka do si shkojnë, janë të zgjuar, janë të gjitha. Më kanë thënë që Dibranët janë më të zgjuar. Jo, në Dibranët janë të zgjuar. Po më shumë janë mirëditorët. Mirëditorë janë më zgjuar. Jo sa më të do unë, po pëtë ka do unë që s'kam për të thënë që thënë. Për çfarë spikaten më shumë? Njihen më shumë mirëditorët. Për shembull, mirëditorët janë punëtorë, të zgjuar, të çfarë sa më tash. Okej. Tash ti të më marrën pyetje. Po të pyes, po. Po të pyes, unë shkoj në shumë fshatra, e kupton? Ku ke qenë? Ku s'kam qenë? Dhe Mirdit të thash që është herë e parë që vi. Se më kanë shkruar shumë aty, shkoj, dhe duke ardhur tani po dëgjoja këtë këngën e Oroshit. Po muzikën e keni shumë të bukur, se nuk e kisha dëgjuar shumë. Po që ta pra të thonë se Oroshi vjen i mirë, ja keni i këngën. Po tani ti e bën në kam gjithë të rrugën? Jo, ti do të vinë shtej, Jo, ke shpejtuna. Po ti e bën... Me dalë ne, ka shpejt tani, të gjodja ne, do dojë këne të bjesh ke lisat, do të kalesh Jo, e kuptoj, po ti tani zbret kështu. Unë që e kam gjodën, që atë të kushtë, për gjodë e ke shpejt. Qa ishe duke mbjell? Tu në gjodën, tu pasru, me një majtjen. Mirëmbajtjen e rrugës, në vend të burrit. Po, kur hika i e Qa ka pedane, bravo! Dalon vetë ati kur hika i se. Kisha dëgjuar mirëditorët janë. Falenderit shumë se edhe e lodhë. Unë po shkoj në Orosh. Fshat tjetër s'kande, a? Jo, deri në Orosh. Deri në Orosh, jo, po sa? Jo, është në qenti. Gjodja këti, se po shkoj një këti ka në qenti.
Se di ku do shkoj, thjesht dua të shkoj në fshatrat e Mirditës. Një tabel këto, po të shtik këtë gjas muslimani këtej. Ha se pyesim dhe në Orosh. Ka shumë njerëz aty. Nuk e kisha, thosht, dini ke kisha, te dini në Orosh. Okej, ka shumë njerëz. Të stipër në shet. No. Ka shku me tabela, në shet Orosh. Të futi për Orosh. Këtë gjas do futi. Ka shumë njerëz aty. Dhe kaleni kishën. Ja ndo shpeja, pa, ka që sipër ku kam leone, a që kanë hikti për s'ka. Ka qenë lartë në maj. Ka që sipër, shpejt më sipër me Kështu kanë qenë për para, kanë zbrit fshatrat. Kanë hikë, kanë rënë dorë së rëpteni. Nuk ka kush. Printeni kanë hikë. Unë jam martohet herë kanë qenë këto. Ku kanë hikë? Kanë rënë dorë. Pas kanë hikë gjithë, Mirditor unë në Lesh kam takuar. Kanë hikë prej fëmijëve. Ku kemi takuar tjetër? Edhe këte nga Shkodra. Po në shkollë fëmijë, shkollë e lartë, ku të ta bajnë? Që ndorë se bëjnë fëmijët e mi, ndorë se po është një gjë që... ka bon Tiranë, tjetra ka bon dorë. Është një gjë që po ikin të gjithë nga fshatrat dhe po shkojnë po turen... Po, që, për ma merë. Unë mendoj që pa fshati nuk ka jetë. Jo, fshatë gjë gjanë bajnë. I ketë çdo gjë. Qomë fëti e kosi këto gjanët, këtë i kanë... Bia. Edhe zi qa blejt, qa hajt, qa pi. A i ke menduar ti kësh? Mendojnë që ti kësh thëm? Unë mendoj njëherë kam ja 2 plesh që kam të smonë. Si desin ata nëse në unë këtë djali. Tek fëmijët. Kam djali në nësën të do të plakën, në të rejmë të rejmë. Aman sa kemi të forë do punë, unë kam shumë frik nga pleqëria. Unë kam thëmë këtë djali këreja, se vetëm nuk e dohet. Rime me burin se je mirë, ama. Një me burin po do të plakëna, unë e në burri. Pasaj është tjetër gjë. A je martume? Jo. I beqare. Më ka bërë pyetje fikse ai. Më ka bërë dikush në Dibër, po më ka thënë në tjetër mënyrë dhe qeshin ata kur e shohin. Të falenderoj shumë. Mikpritës janë mirditorët? Janë. Ama jeni dhe një çik mendim më dhenj. E keni dhe këta. Po. Kur ta thashe me më? Kështu kam dëgjuar. Hajde të takoj. Faleminderit shumë. Edhe të uroj gjithë të mirat e ti kesh fëmijët plot jetë shëndet. Jo, nuk e ngatrojmë, s'ka. Kemi atë në. Okej. Pleqëve bëju të fala edhe bashkëshortit. S'ka gjë, mos e vri mendjen hiç. Tregojnë që je burneshe dhe nuk e ke për tur punën. Si disa, se ne të rinjt jemi që te ka njës. Po. Nuk e ke parë ndonjëherë emisionin tim? Po, i kam po emisionin tim, unë i njek emisionin. Okej, tani po vazhdojmë, dhe më tani jemi në rrugën e Durrës dhe po ecim të mbërrijmë në Orosh. I lezetshëm ky. Besoj që do ketë goxha histori. Më fal? Po? Në rregull. Në rregull. Jo, do ta shoh. Nëse mbaroj aty do kthehem. Që kanë të mirë, sepse flasin, pra nuk të lodhin, thonë që nuk dua të flasë, ta kënë kompleks kamërën. Ecim shkojmë në Orosh. Mirë se erdhët. Këtu jemi në Orosh. Jeni lodhë? Okej, sa po kemi mbritur në Orosh. Mendoja që do ishte një fshat shumë i madh, por që janë ka shumë pak familje, dhe këtu me sa shoh që është qendra. Dhe qendrën shëndetësore që ne i kemi gjithmonë model në këto fshatrat e largët. Për Oroshin di vetëm atë këngën e bukur, ndërkohë që hajde futemi brenda dhe takojmë njerëz. Për sa i përket rrugëve këtu janë të shkatruara dhe duket që braktisja ka ardhur për shkak të lënies jashtë vëmendjes çdo gjë. Deri tani kam kuptuar, derisa kam marrë që kam kaluar dhe gati 4 fshatra të tjerë që investimet janë zero. Ti shohim njerëz, si mund t'ju thon Oroshian. Oroshian. Pse bën sigurisht të gjitha aman? Hajde. Po mbase kemi infermierën këtu. Ta mas pak tensionin se s'jam mirë. O, kjo më duket se s'është hap kur. Ha? Korendi? Ambulanca Grykorosh. Miru pafshim. Këtu ka shumë lule të bukura, ka shumë natyrë, ka zoq, sceroj. Miell hime, qendrën shëndetësore, miell hime, i kemi gjitha. Po kjo këtu çfarë është? Unë kam ardhur, domethënë, në fshati i parë që ndalem në Mirdit është Oroshi. Nuk e kam idem fare të zonës së Mirditës dhe kam thënë që kur të shkoj, nuk pyes që të shkoj këtu apo të shkoj aty, dhe erdha në Orosh sepse
U futa lexova pak edhe ajo muzika kënga Oroshi shumë e bukur dhe thash ok, po shkoj, ec, ok, me zimbritëm. Unë dalëm punë. Unë dalëm. Tani me thënë të drejtën, kemi gjysmore që presim në qendër të fshatit për gjetur njerëz, por nuk ka. E vështirë, nuk gjetëm njerëz dhe u detyruam që erdhëm tek zotëria Trokitëm. E ngacmova pak në fillim, i thash mizitorët, unë e di që s'janë mikpritës edhe më parë njërë kështu. Faleminderit njerë që më prita. Emri si e ka? Det. Tha, unë nuk kam dalë kur tha në kamera, s'kam dhënë intervistë. Ka gjë, i thash, me vajzën më të mirë do japësh intervistën. Do flasim për probleme që janë këtu. As do shajmë, as do gënjejmë, do themi të vërtetat. Vërtetën. Tani, ajo që më bëri përshtypje për të ardhur deri këtu, në çdo vend që shkoj, unë është shoh rrugën. Sepse rruga e gjallëron një vend. I ka para rruga. Është rruga. Rrugë ju s'keni këtu. Zero. Nuk është investuar asnjëherë. Asnjëherë. Ore, a të bëj një pyetje, a vjen dikush edhe t'ju pyesi o njerëz, si jetoni këtu? Vin e hikin. Si gjithmonë. Po. A ka ndodhur ndonjëherë të vinë të rinë këtu e mos ikin? Jo, asnjëherë. Shkollë? I shkollë të poshtë, 2 nxënës janë. 2 nxënës në total në Po, 2 Orosh. mësues. Qendër shëndetësore e pash atje që duke nga dera që kishte kohë që nuk ishte hapur. Është ndrysh. Është ndrysh. S'ka infermier? Ka, po vjen me raste. Me raste ku ka të sëmurë, që mos paçi kur. Po si ja bëni kur ka ndonjë rast urgjent? Ambulancën, telefon. A vjen ambulanca këtu? Vjen. Vjen mas 2 orësh. Sa të vjen ambulanca ka mbaruar punë. Ka vdekër unë. Ti je djalë prej Orosh, ja? Po. Po je lind i rrit këtu. Këtu jam lirë. Çfarë të mban akoma në Orosh? Që sikën? Me mban vendi i pastër. Ajo që u knaqa, kam bërë dhe një video aty tek Lëndina, plot lule dhe zogj, si sërimat e zogjve. Por ju keni jetën e gjatë me të natyrën që keni. Atjetër, prandaj rrim. Prandaj rrini. Ti je vetëm me fëmijët dhe me gruan, ëh? Po. Me çfarë merret gjithë? Me çfarë jeton? Me thënë drejtën kena i lopet, sa dhijet, dera. Me këto. Fuda. Me këto Okej. jetojmë ne. Ke qenë ndonjëherë jashtë, je rikthyer apo këtu? Ka vite, po tani në kote e fundit këtu. Pash disa shtëpi të mira aty. Kanë investuar edhe rinë në Tiranë? Jo, rrim jashtë shtetit, njëri jashtë këtu. Një shtetit edhe kanë ashtu. Ka qenë fshati i madh më përpara Oroshit? 80 shtëpi, Tani kanë mbetur shumë pak. 18. Po si futesh brenda në fshat, se ishte një rrugë të çonte tek shtëpia e tjetrit? Jo, mori kanë rregullu, domethënë tani në kote e fundit se ka qenë sipër deri atje lart. Ka qenë keq? Merre. Po prap nuk futet ajo makina sipër. Futet ajo, po. Nuk futet. O zoti ma, o zot, shumë keq edhe fshatrat e Mirditës. Çfarë bëjmë pra, s'ka investu kush. Po kërkojeni, Që pra erdhe se ju ti, s'jeni rregulloje ti. Ju s'jeni asurt. Ja, se na tu. Pra! Për votime La vin. qeta. Për votime vin, kur vin për votime tuaj për jashtë, a dilni. Më tregojnë çik për Oroshin. Për çfarë Oroshi nga veni jeni? më i bukur. Unë se mendoj kështu. Se Ka mendoj. edhe më të bukur. Po ka edhe më të bukur se s'kan investu. Ç'a keni të bukur ju këtu? Natyra. Këto ja ka dhënë Zoti. Po, zot. Është një kisha, të më trego pak pra të kishën. Kisha, Si quhet? kisha Shlerdrëve. Është kisha shumë vjeçare kjo. Shumë e vjetër, okay. Vin njerëzit po. 2 herë në javë vin. Vjen një javë, Po, jepet mesh. jepet mesh. Po. Vinë të fshatit. Fshatit e për andaj poshtë vin. Okej. Tjetër, Po, Mali Shenjtë, ku është Mali Shenjtë? mali shejta sipër. Është shumë largë, sepse aq sa ka mundur që të mësoj për Oroshin është, Nuk del kjo makina edhe më. jo, nuk del, patjetër, ka Malin e Shenjtë, po fjala Orosh nga vjen. Nga vjen? Po, domethënë se, për shembull, ty Lediona pse ta ka vendosur emrin kështu, ma ka vendosur motra. Orosh nga, Po Oroshi kanë qenë parë që e kanë vu Oros. E di, po. Janë ardhur nga Kosova. çfarë kuptimi ka? Çfarë kuptimi Po, ka? Orosh, Oros. Orosh, Oros. Orosh. Aha. Çfarë kuptimi ka se është vend i mirë për shembull.
Jo, atë që mund të lexoja thoshte që mali shenjtë dhe rrofsh sa malet. Diçka të tillë që kam googulluar, por jo të gjitha janë të sakta aty. Unë prandaj dua të takoj banorë se ju e njihni më mirë vendin tuaj dhe zonën tuaj. Shikoj një rrëtisin e tani. Se njoh. Oroshin po, me tabela ku Tu vim turista. turist po çfarë për çfarë vim? Po dalin këtu ke kisha, ke sarajet. Ku janë sarajet? Janë sipër, zvel makinave. Zela. Po, turist nga e gjithë bota? Nga gjithë bota vin këtu. Po ju jeni vendi më perfekt për të kthyer në një fshat turistik. Po ashtë, pra. Ja pra rrugët që ja lëm kështu. Po rregulloj rrugët. Hajde shkojmë bashkë dhe ju kërkojmë atyre. Na rregulloni rrugën e Oroshit ose bëhuni bashkojmë edhe unë për zotin vi. Edhe shkojmë. Po. Ta provojmë sa forë sketi. A i mblet ata? Të tjerët? Po të Vi dhe gjithë fshati, se s'do shkojmë vetëm unë. Më thonë ma po ti nga je, thot po ikme çdo më Oroshin. Çdo më Oroshin tu kam Kë kam? kam shef se kam qenë me dal, për qef. Po jo, duhet të mblitet fshati dhe unë bashkoj me ju dhe shkojmë e kërkojmë ati ore. Hajde bëni këtë rrugën se është fshat shumë i bukur. Turistë vinë edhe për ta kthyer në një vend turistik. Vin turista vin. Vinë në kryes në gjitha sinët apo? Çdo ditë. Ashtu a? Po çdo ditë. A ka pas rasti që kanë gele dhe i keni mbajt? Apo jo? Po këtu vin, vazhdimisht që shpejni këtë. Ashtu a? Po pika. Aha. Po pika, thonë hajde na shit deri te sipër se s'dim rrugë. I shoqëron. Po, Ka shmi këti të sjeni më më? patjetër. Si janë mirë ditorët? Haj një. Mirë ditorët, Oroshi është mirë pikë. Mirë Presin, këtë. po, presin të thonë. Edhe bujar. Edhe bujarja. Me sa kam dëgjuar. Unë i kam Oroshi, dëgjuar. tjetër nuk e di, s'kam qenë. Jo, flasim për Oroshin se tani, kishe di se si janë ande dhe... Po pyll pa derë. Po, a ke menduar të largohesh në njërë? Nuk e di, qunit, Sa fëmijë ke? kata. Ti kesh me jetë. Ta! Bajsa është e vogla? Jo ma vogla. Me e vogla. Po nusja do të ri këtu? Nusja, kjo ka qef, ka kam gomin e këtë. Hajde mi, hajde një qik. Po të fjallë nuk dhe në gabim. Nga është mori që? Dibrana. Dibrana? Po Dibranët janë të folur, për që na bën ti... Zbet fjallë na bëri presion. Dibranët janë shumë të folur. Edhe nuk duan t'ja dim për kamerë, se janë orator. S'u deshe more Dibrana më burë. Po shepra fati. Beshaka, se Dibranët janë shumë mira. Po ty pse nuk të rjetë këtu? Nuk të kamerë si kanë qefë. Jo, s'po të merë kamera, thjesht po më merë mua. Kam kesh menë, one. Po ja pra ku e kesh, ku shë beri pa mend, a është direkt e kun. Ti thjesht po të pyes unë. Okej. Qa duhet më se tjetë për Oroshin? Që? Në një gjë që së shkon. Po Ose për qa s'kam pyet. Po unë kryesisht me të drejtën për këto pyes, për rrugën, për shkollën, për Po shëndet shepra, shtetësore. ke isha vetë në sy. Këto s'janë. Dita zero janë. Zero, po atë e shoh edhe me sy të vlirë, po kur e thot vetë banori që jeton këtu, se unë atje ku jetoj e kam gjitha kushet, dhe prandaj vi ju pyes ju që thoni, shiko se këto nuk janë, e Po kupton? s'janë, nuk janë që Po pra. bje ka dush tu, në gjëse janë ti i po me sy, ata pave, rrugën e pave, shkollën Po. e pave ma poshtë, që më të thënë tani? Që goca një ma është edhe i tjetër. A bëhet mësim aty? Pak. Normal, se thonë dy nxënës janë edhe sy japin rëndësi. Po tash 2 ditë s'ka shku ku shke shkolla. Shkolla është në kushte të mira? Jo, si kot. Është keqë. Që bje jashtë, bje brënda. Okej, faleminderit për këtë kaq sa tam, a kupton? Të tjerat po i them vetë, po shoh aty e po i përshkruaj. Po s'ke që me thonë tash, se s'kam Se shama këto thana janë. s'ke që thu. Në një pa rrugë, pa punë, pa urë. Me 20.000 lekë për krahje marrin. Në 20.000 lekë për kraja. 20.000 lekë. Ti Jemi- pse s'folte, e ke gojnë me hangër bukë. Po e Sa tha, herë i i lut, foli. sa herë më thanë ke bashkia se më gjipon. Po hajde e dil ti mërë, që ke Jo, ke këtu. s'dalon, unë e kam arsyeën për mos me dalë. S'kam nevojë me dalë për kamerë. Po pse nuk t'japin, sa ta japin ndihmën ekonomike? 20.000 20.000 lekë. lekë. 40 ju jeni veti, Veti 5 ti. veti 5. Po. Tu në edhe me vdek këtu. Edhe s'ton asgjë, gjë, po përse Asi nuk... gjë. O si gjohë për të sot kërkush. Po kush të pyetve? A të të them diçka, nëse ju nuk e ngrini zërin, është fikse ajo fëmia që nëse nuk qanë, nuk jep nëna gjë. O, i kam qenë 100 herë ati kryetarët bashkisë, gjithëve për punës më ka fut kush në punë. Me që thot?
Mashtrimi vetëm, çfarë thotë? Çka kam të thënë? Mashtrimi. S'po me të moj me fjalë të mira. Herës shkokush me votu, i kam thënë stop votimi. Çfarë Po votë? normal që Po. Kur nuk të afron një vend pune tjetrit ti. Ne dhe ty me të thënë që në Tiranë, ma zhi vend pune ma gjen. Kurse a jemi gjallë jo. Edhe shaj, PD-s unë i PD-s. po thuaj më kam 4 fëmijë për të rritë thuaj. Po s'do Ma me jep. lidër të ma me rrenare. E di, Do e di. fos sot, do fos nesër, një vit ka që jam t'ju thënë çdo ditë gati, kretë rrena. Rren njani, rren tjetri, rren njani, rren tjetri. Po tani kanë ardhur, kanë takuar? A jo e për zdi, që o po ta prejë, më zdi, jo, ma. Turpërohen shumë ata në fakt. Po qa thuat, ja ta ka një jetë që gjenjejnë dhe prapë shkojnë atje pa pikturpit tonë do të bëj këtë. Akoma diskutohet në Shqipërinë tonë që s'ka ujë dhe s'ka qendër qetësore. Kupton sa mbrapa jemi të mos kesh ujë të pishëm. Papa doni në gotë. Jo, asgjë sepse do ikim edhe në fshatra tjerë dhe faktikisht janë vonuar shumë këtu se s'po gjeja njerëz. Mush më kajpo. Jo, mos s'kam turpun. Nëse dua të ma bëj një kafe kështu. Do na përcjellësh deri tek jo, ti s'na dole, kështu që Okej, të paktën hajde të përqafoj ty se erdhi me vrap deri tek makina edhe më takoj. Gjermën. Orosh, fshati i cili shumë pak njerëz ka dhe unë me thënë të drejtën, nëse nuk ta kisha takuar zotrin do flitsja vetë dhe se tani kur nuk ka njerëz nuk kemi çfarë bëjmë, se sot i gjejmë njerëzit me zor. Por problemet janë shumë të teksuara dhe në këto fshatra që janë pak më lartë dhe më thellë janë të teksuara. Çfarë prodhohet më shumë këtu? Tu misër, që, këtë e ti po të punu. Këtu i ke mbjellë gjitha, Po, kam edhe flashet i poshtë. pra zë këto që ju përtoni të punoni. Sa pra, pa i te po veqe. Po mirë, ndonjë vend, domethënë, një mundësi vend pune për mirëmbajtjen e rrugëve këto. Po për ata pra mashtron, atë ti isha më u fut e mashtron. Kam pas djalin, në punë, ma hojshen djalin e foten i tjetër. Çfarë pune ka për aty? Për çfarë? Mirëmbajtje, në rruga u. Edhe kë futën? Foten i tjetër këtë poshtë, fshat tjetër. Pa i ka punë tjetër? Po ka, i punën, ka i fugëne. Do me thënë punë do i punë, i kurse unë, zero. E kuptoj. Se kam bërë një intervistë para se të vija këtu. Edhe unë të kuptoj shumë mirë dhe ke shumë të drejtë. Do të tregoj të vërtetën, nuk di. Jo, unë prandaj po të shifja kur ma the, sepse e di se bëra një intervistë tash edhe ata e shohin ato intervistën që bëra. Po pra, se ato ndihmat ekonomike dhe ato kempe që ju jepen atyre që kanë, e kupton edhe s'u jepen. Zotria që ka nevojë për një vend pune, jepet dikujt tjetër që është i dypunësuar. Kështu funksionon partia këtu. Jo, s'ke qam i Prandaj vonë, ne kemi mbet mbrapa, sa ecim me parti, nuk ecim me drejtësi. Se s'kush drejt asgjë për mua, çfarë do të bëjmë tani? Je shumë e bukur. Rritu, bëje shkollën, të mësosh, të bësh dikush në jetë që të ndihmosh mamin e babin edhe të jetoni mirë. Kurosha. Okej, ikim. E mbyllim këtu oroshin. Aq sa mundëm të mësojmë.